u bën më shumë për qytetarët, jo se prisnim në përgjigje të saktë, se paka shumë përgjigjen e dinim. Ajo që është për të shqetësuar është që OSBE Odiri vlerëson që në Shqipëri u shkel hapur ligji me VKM-t e famshme që miratoi kryeministri 2 ditë para zgjedhjeve për shpërblimin e 700.000 pensionistëve dhe për faljen e gjobave. OSBE-ja, që nuk është organ ligjzbatues apo ligjvënës, e konstaton që është shkelur hapur ligji. Dumani nuk e konstaton që është shkelur hapur ligji. Ka gjë më të rëndë se kjo? Për Dumanin nuk ka shkelje ligji. Patronazhistët e drejtorët, ministrat që shpërndanin thas me para, që bënin favore, që bënin ndera dhe favore në shkëmbim të votës, i din gjithandej në çdo qark, në çdo fshat, po kudo kanë shkuar, kam nxjerrë unë në Facebookun tim, kanë nxjerrë kryetari i Partisë Demokratike në Facebookun e tij. Video duke shpërndar legalizime dhe hipotekash. Por nuk ka krim. Pse? Sepse është partia mbi të gjitha. Për në sa filova, për duro. Tani, për Dumanin, kur kërcënohet deputetja me rëmbim vajze, nuk është vepër e spakut. Po që se deputetja do kërcënohet të banditin, do ishte vepër e spakut. A e kuptoni apo jo? Ja, pra, kjo është e gjitha. Tani tjetra, po si mund është vi kryetari i spakut tu e të thot për gjabaftët unë nuk i njoh për organizat kriminale dhe grup strukturar kriminal. Po të pyes partnerët e tij në Britani të Madhe që kanë bërë, të pyes partnerët e tij në Itali, po të shkojnë vore të pyes çfarë i thonë gjithë qytetarët. Është kartel, jo thjesht një organizat kriminale, është një shkallë shumë më e lartë. Po pse? Sepse nuk e lejon Rama, nuk e lejon padroni që t'i njoh për organizat kriminale, as Troplinët, as Uelqelën, as Gjabaftët, as një. Dhe po dëshmon se pa urdhën e ati, ky nuk jeton. Pastaj këtu themin e pëtetojmë Ramën. E dim, as se ka menduar në herë, as nuk e lejon vetes ta mendoj. Pavarësisht asaj që tha zoti Boçi, 17 vendime për i ditë, vetëm edhe eroja e derës tu e di që vetëm kryeministri ka fuqi t'i ushtrojë. Por jo, për Dumanin nuk janë ato, nuk ekzistojnë. Sekundërse se ekziston asolsi. Kjo është. Ja pra, çfarë na duheni? T'ju themi shqiptarëve që ja ku e keni. Ky është prokurori politik dhe ky nuk është prokurori i Faleminderit zoti Noka. Zoti Dumani ka njoftuar që në mëngjes që në këtë orë, në orën 19 duhet të largohet, por ju lutem zoti Dumani nga në çdo moment mund të largoheni, vetëm përfaqësuesit tuaj të prokurorisë posaçme duhet të qëndrojnë këtu derisa të përfundojë debati. Vazhdojmë me zotin Belind Kılliçi. Më fal, zonja Hoti zonja Hoti, zoti Belind Kılliçi. Faleminderit kryetar, më ngatruat dhe radhën, përveç se më ngatruat pyetjet, dhe kjo ishte arsyeja sepse ne deputetët e opozitës kërkuam që të zbatohet rregulloria e kuvendit dhe pyetjet t'i lexonim vetë, dhe pyetjet e mia u ngatruan totalisht dhe nuk u lexuan siç duheshin. Ju thatë zoti Dumani që nuk bëni ju arrestimet. Jemi shumë dakord, po a bashkëpunoni ju me policinë e shtetit, se ne kemi drejtor policie të komanduar nga bandat dhe sigurisht 251 urdhër arrestet që nuk janë ekzekutuar, sepse Ilir Proda kurrësisi nuk mundet që të arrestoj shefat e tij dhe ne këtë e kemi qartë. Zoti Dumani tha që gjyqtarja Irena Gjoka Shpata Maneku është në hetim. Është e papranueshme që një gjyqtar që është në hetim të vazhdojë dhe të mbajë detyrën e saj si pjesë e strukturave të drejtësisë. Kjo është fytyra më e qartë e drejtësisë sot në Shqipëri. Si mund të kërkohet që qytetarët shqiptar të kenë besim sot të drejtësia, kur vetë ata që duhet të garantojnë drejtësinë janë të njollosur me rekorde kriminale? Si mund të flasim për integritet kur një gjyqtare si Irena Shpata Maneku Gjoka, që është e dënuar, vazhdon të gjykoj çështje politike dhe për ironi të fatit çdo dosje që lidhet me opozitën i takon kësaj gjyqtarje. Kjo është drejtësia, një skem pra, një sistem i ndërtuar për të mbajtur pushtetin dhe për të goditur kundërshtarin politik. Dhe në Komision të Ligjeve
zoti Dumani mu përgjigj që nuk e njeh çështjen Aruba. Të gjitha mediat ndërkombëtare po flasin për përgjimet antimafjes italiane, për çështjen Aruba. Pas atij takimi, kryeministri me firmën e tij ka bërë realitet angazhime të ndërmarra përmes lëshimit të lejeve për investime që synonin pastrimet e parave. Si ka mundësi që SPAK-u nuk verifikon rolin e kryeministrit në skemën e pastrimit të parave të karteleve dhe thot që nuk e njeh si çështje. Kjo pra është kapja e drejtësisë dhe zoti Dumani që nuk guxon të veprojë ndaj ministrave, dhe aq më pak kur përmendet kryeministri. Faleminderit. Faleminderit, zoti Kılliçi. Zoti kryetar, do doja që drejtuesi i prokurorisë posaçme të qëndronte në kuvend për dëgjuar edhe komentet e deputetëve të opozitës, e përmendi disa herë çështjen e afateve procedurale, dhe me që e ka merak çështjen e afateve procedurale, e rikujtojmë që dosja e inceneratorit Tiranës ka tejkaluar tashmë vitin e 5 të hetimeve paraprake. Me që flasim për afate procedurale, është një precedent i tmerrshëm i kapjes së prokurorisë posaçme dhe mos hetimit të kësaj çështje, që është një çështje korruptive e gjithë pranuar botërisht tashmë, e cila ka një kleçk. Ka këtë dokument, bonusin 8% pikëve të firmosur nga kryeministri piktor Edi Rama, një ndër të paktat firma që ka firmosur vetë Edi Rama, ku i ka hapur rrugën këtij koncesionin një moment që kompania që fitoi kontratën nuk ekzistonte. Kjo është arsyeja sepse nuk hetohet kjo dosje dhe kjo është arsyeja sepse luhet me afate procedurale. E ndërkohë për afate procedurale është një tender sot në kesh që po zhvillohet për blerje transformatorësh, që nëse këta shkojnë dhe hetojnë ditën e sotme ta nisin kryesisht këtë hetim që unë po ju them, do të zbulojnë që ai tender me një vlerë prej 700.000 euro, nëse shkon një qytetar i zakonshëm për të blerë transformatorët me çmim tregu, i blen me 1/10 me vetëm 70.000 euro. Ndërkohë, u përmend tu fondet e IPARD-it dhe raporti Olafit, mjafton t'i kujtojmë se këtë vit shteti grek nxorri raportin e Olafit dhe arrestoi 37 zyrtar. Ndërkohë në shtetin shqiptar ka 2 vite që ka dalë ky raport dhe nuk lëviz as majën e gishtit prokuroria e posaçme. E sa për të folur për task forcën e SPAK-ut është dështimi dhe jo vetëm dështim, por është alibia e masakrës elektorale të 11 majit. U përdor task forca e SPAK-ut, e cila mua personalisht si drejtues politik nuk më është përgjigjur në telefon publikisht para mediave, i kam telefonuar dhe nuk funksiononte linja e gjelbër. Të gjitha tjerat mbeten po në kuadrin e çështjeve që janë në hetim, pyetje pa përgjigje dhe thjesht faktohet ajo që ne kemi kohë që themi, që ky organ është kthyer në pushk goditse ndaj kundërshtarit politik të Edi Ramës. Faleminderit. Faleminderit zoti Kılliçi, zoti Blushi. Në fakt, nuk pata asnjë surprizë nga përgjigjet e cunguara të drejtuesit të SPAK-ut, sepse qëllimisht edhe leximi i pyetjeve ishte i cunguar. Në fakt, ne sot dëgjuam jo një drejtues prokurorie, por një patronazhist në krye të një strukture e cila ka patur dhe ka vetëm një qëllim, jo të ndëshkoj korrupsionin, jo të ndëshkoj krimin, por vetëm të godas pluralizmin politik. Është bërë gati më shumë se një vit që presidenti i Partisë së Lirisë, ish kryetari këtij kuvendi, ish presidenti i Republikës, ish kryeministër, ndodhet në izolim ekstrem i rrëmbyer në mënyrë kriminale për llogaritë e Edi Ramës dhe qëndron në izolim ekstrem politik pa asnjë fakt dhe pa asnjë provë penale. Meqense drejtuesi SPAK na sfidoi sot gjithëve duke na kujtuar se prova është vija e kuqe mbi të cilën udhëhiqet ky institucion, unë po përsëris dhe po i ripublikoj 2 dokumenta që ja tregova dhe në komisionin e ligjeve. Është firma e Edi Ramës, që i dha 8% bonusit kompanisë së inceneratorëve kur kompani nuk ekzistonte as në letër. Hetimi i thelluar, ka nevojë për hetim të thelluar kjo shkresë. Dhe firma e Erion Veliajt, i cili ka zhytur për 30 vite në borxh qytetarët e Tiranës për një shërbim që nuk kryet. Ndaj, për të cituar edhe zotin Meta, të besosh në sinqeritetin e Dumanit është njësoj si të besosh se inceneratori i Tiranës ekziston. Faleminderit. Faleminderit, zoti Baçi, zoti Luan Baçi. Po.
Në këto 2 minuta do doja ta shfrytëzoja në fakt për 2 pyetje të fundit që zoti Dumani i ngatroi prapë aty për të përgjigjur, por nuk ndërhyra në moment çështje etike, se do duket sikur e bënim qëllimisht.